vërtet është. Se nuk frymëzohet edhe kampionati jonë shqiptar me këto projekte 10 vjeçare, ne kemi projekte as 1 vjeçare jo, ne ndrojmë trajner. Të ta kthej unë këtë përgjigje. Problemi në kampionatet e vogla është që ne nuk besojmë tek figura e trajnerit. Dhe mbi të gjitha në përzgjedhjen e stafit teknik, po flas që nga drejtori teknik, drejtori sportiv, përzgjedhja e trajnerit, stafit deri tek mjekët, unë mendoj se duhet të jenë të unifikuar dhe mbi të gjitha të ndara në sektore, që gjithsecili të mendoj për sektorin e vetë. Jo, ne nuk kemi një administrat, po themi të mirëfillt në klubet e futbollit shqiptar. Ishte Ignatian, që është diçka në krijim, që ka krijuar, po themi, sistem piramidal, ku është Zoti Demrozi dhe pjesa tjetër pasaj është i gjitha në punën e vetë. Pjesa tjetër, për fat keq, akoma është një mishmash që besoj se do të rregullohet me ligjin e sportit. Këtë është përsem dhe ne pa diskutim që ky ligji i sportit të sjellë një frymë shumë pozitive në kampionat.